Në kohën kur Muhamet Aliu ishte ende i ri dhe nën kujdesin e Çorbaxhiut, në disa fshatra përreth Kavallës, disa grek kishin nisur të rebelohen ndaj eprorëve të tyre shqiptar dhe refuzonin të paguanin taksat. Çorbaxhiu ishte i pavendosur se si të sillej me rebelët grek. Muhamet Aliu, në krye të një batalioni shqiptarësh, do të vinte nën kontroll fshatrat rebelët zonës, të cilat pas kësaj do t'i bindeshin guvernatorit të tyre të Kavallës dhe do të paguanin taksat në mënyrë të rregullt. Suksesi Muhamet Aliut e mahniti Çorbaxhiun, i cili emëroi djaloshin Bylyk Bey, apo komandant të policisë së qytetit. Gjatë kësaj kohe, Muhamet Aliu do të martohej me një vejush të bukur nga Kavalla, me të cilën do të lindte 3 djemt, Ibrahimin, Tosumin dhe Ismailin. Pas martesës, ai do të merrej me tregtinë e duhanit, e cila ishte më fitimprurësja në këtë kohë në Rumeli. Megjithatë, në kohën në fjalë, pjesa afrikano-veriore e perandorisë, apo më saktë Egjipti, do të pushtohej nga francezët, të cilët me Bonapartin në krye do të mundin mamlukët e Egjiptit në betejën e piramidave dhe më pas do të pushtonin Kairon. Për këtë arsye, në vitin 1800, Porta e Lartë në bashkëpunim me Britaninë e Madhe do të deklaronte xhihad kundër francezëve dhe të niste luftën për të çliruar Egjiptin.